Në. Një. Dy. Tre. Dy. Lemi. Katër. Pesë. Pesë. Gjashtë. Gjashtë. Shtatë. Tet. Tetë. Tet. Nëntë. Nëntë. 10. 10. Bravo. Hajde bashkina më thonë. Abetare. Matare. Bravo, e ke mësuar abetare, apo? Po. Nëna e menduajt Fatbardha shpreh pikëllimin për vuajtjet e djalit të saj. Thotë njeriu që ka më i fortë siguri të shoh fëmijën në këtë gjendje të mos mund të ndihmoj dot për shkak të varfërisë. Jeta për të është e zezë për shkak se i duhet të bëjë edhe nënën dhe babain. Bashkëshorti i saj vdiq 4 vjet më parë. Çdo gjë është më e vështirë për të dhe fëmijët e saj. Ka shku në shkollë e lanë. Vish në mesh në të këtu këtë dera, e mesh këtë dera bishi. Mësë në e tha jo, tha zgudze me morë. U mësoj ke bere pak, më dinjë me këtë. A këto është në shpaj, në borë, mrejnë, në borë, mrejnë. Fatbardha thotë se shpeshherë ndodhë që fëmijët të kërkojnë bukë dhe mos të kenë se çfarë të hanë. Ajo thotë se fëmijët pothuajse çdo ditë kërkojnë diçka më mirë, ushqime të ngjashme me ato që hanë shokët e tyre në shkollë apo diku jashtë duke luajtur. Vështirë, shumë vështirë. Këto të vogël, këto u ha, çka mos po. Ku e gjan? Po unë se këto s'ka. Unë gru jam ku me puna, s'kum ku me puna. Këto ha. Libin të hanë të panë. Po çka të nëreshim për dark, jetë, është të ndëbok, që ato e nëzaj, që ato e vënëja petë. Mungesën e kushteve elementare për jetesë ndjejnë edhe fëmijët e tjerë, se Bahatja 15 vjeçë, Kastrioti 12 vjeç dhe Amiri i vogël 5 vjeç, që të tre kanë dëshirat e shumta, por dëshira më e madhe e të gjithëve është të kenë shtëpi të ngrohtë. Kastrioti kur të rritesh i madh çka do më bëj? Më punuan e me rregullu këtë shtëpi. Çfarë do me bëj shtëpi? Me ndërrejt më mirë. E me fitu pare me blej një këtë. Du se go shok të mi me pas këpetera, me mësuen e me shku fakultet. A e do t'ini shtëpi të mirë? Po. Te kjo shtëpia që i apo të vjen ftoft këtu kur të flesh natën? Ftoft. Shumë. U larguam nga familja Jenuzi me shpresë se një ditë edhe për ta do të vinë ditë më të mira.